Informacionet më të fundit që përcjell për krimet zgjedhore. Punësita përshëndetje sërish, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka bërë përditësim të dhënave që kanë të bëjnë me rastet e hetimit të krimit zgjedhor në kuadër të strategjisë që hartoi dhe zbatoi gjatë fushatës zgjedhore, por edhe për gjatë ditës së djeshme në procesin e votimit dhe numërimit. Dhe konkretisht rezulton se janë referuar 156 materiale kallëzuese, nga të cilat 39 materiale janë regjistruar dhe janë përkthyer në dosje hetimore penale. 25 raste pra nga këto kallëzime është vendosur mos fillimi hetimit penal pasi nuk janë gjetur element të veprës penale. 24 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë të prokurorive të jurisdiksionit të zakonshëm, sepse nuk kanë qenë në kompetencë të prokurorisë posaçme, e cila heton vetëm kandidatët për deputet për shkak të funksionit, njerëzit me pushtet ministra, ish ministra apo kryetar bashkie, pra vetëm për shkak të funksionit, apo krime zgjedhore që kanë të bëjnë me korrupsionin. Ndërkohë që 17 materiale janë dërguar për verifikim të mëtejshëm në drejtorinë e policisë vendore, me qëllim që këto të fundit të kryejnë informacione, të bëjnë informacione shtesë apo të kryejnë veprime të tjera hetimore. Ndërkohë që një material sipas të dhënave të prokurorisë posaçme është bashkuar me një çështje tjetër më herët. Është interesante se një nga çështjet më të rëndësishme të prokurorisë posaçme, që ka të bëjë me çështjet të cilat janë regjistruar nga ky institucion, është referuar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm të burgjeve, një informacion që më herët e ka disponuar dhe raportuar News 24, që ka do të thotë që ka zyrtarë të burgjeve apo të dënuar të cilët mund të jenë të përfshirë në veprën penale të korrupsionit, të zgjedhjeve apo shitblerjes së votës. 21 raste janë iniciuar nga policia e shtetit përmes referimeve të saj, 8 raste janë qelur kryesisht nga Prokuroria e Posaçme, pra janë hetime të qelura nga oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit mbi bazën e të dhënave të marra në burime të ndryshme, 3 raste janë referuar nga qytetar, 3 janë referuar nga prokurorit e rretheve gjyqësore dhe 3 janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike. Prokuroria e Posaçme bën me dije se po heton për veprat penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv në zgjedhje, po ashtu përdorimi i funksionit publik për qëllime politike, si dhe shpërdorimi i detyrës. Në ditët e fundit, Prokuroria e Posaçme vuri në dispozicion të qytetarëve një numër të gjelbërt, duke ju garantuar anonimitetin e tyre me qëllim që ata të sinjalizonin rastet e mundshme të shitblerjes së votës, intimidimit apo korrupsionit, dhe në këtë numër të gjelbër janë sinjalizuar 5 raste gjatë ditës së diel, kur edhe votohej nga qytetarët shqiptarë, ndërkohë që 50 materiale, denoncime apo sinjalizime janë bërë në mënyrë elektronike në portalin Denonco krimin zgjedhor. 2 nga rastet që janë bërë publike tashmë nga Prokuroria e Posaçme, më i fundit është në qytetin e Firit, pra në qarkun Fier, që News 24 e ka raportuar rreth orës 3:30 të mëngjesit të ditës së sotme. Bëhet fjalë për arrestimin e babait të kandidates Limonera Bozha të Partisë Social-Demokrate. Ai akuzohet për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje dhe pritet të dalë ditën e nesërme përpara gjykatës së posaçme për t'u njohur me masën e sigurisë. Kandidatja e PSD-s ka deklaruar se është një sulm që po bën mazhoranca dhe Partia Socialiste ndaj saj, për shkak se ajo ka vepruar dhe ka qenë pjesë e Partisë Socialiste për 12 vjet, dhe për këtë arsye në momentin që vendosi të kalonte te Social-Demokratët, filloi edhe sulmi dhe arrestimin e babait e konsideron si inskenim apo sulm të policisë. Ndërkohë që nga ana tjetër, po një rast tjetër që lidhet me Partinë Social-Demokratë është arrestimi një personi dhe shpallja në kërkim e kushëririt të tij në qarkun e Kukësit, ku po ashtu dyshohet për shitblerje të votës. Nga ky rast PSD është distancuar, por SPAK pretendon se 2 kushërin, njëri arrestuar dhe tjetri në kërkim, ishin duke bler vota për subjektin politik Partia Social-Demokrate. Këto ishin informacionet më të fundit nga Klodi Lala, cilën e